Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 50 vjeç dhe kam mësuar shumë vonë se disa lloj hakmarrjesh duken të drejta në fillim, por më vonë kthehen në një makth. Komshiu im më kishte borxh një shumë parash prej kohësh. Nuk ishte shumë ajo që më mundonte më shumë, por mungesa e respektit, premtime të shtyra, telefonata pa përgjigje, shmangje në përshkallë. Në atë periudhë, u njoha me motrën e tij. Ajo kishte ardhur për disa javë nga qyteti tjetër dhe shpesh ndaleshim për biseda të gjata të zakonshme. Ajo ishte e vëmendshme, e interesuar për mendimet e mia, gjë që më bëri të ndihesha i dëgjuar pas një kohe të gjatë. Fillimisht nuk ishte asgjë të gabuar. Pastaj, pa e pranuar me zë, e kuptova se po e shtyja afrimin. Një pjesë e imja donte të ndjente se kishte kontroll diku, të kompensonte ndjenjen e padrejtësisë që më kishte bërë komshiu, pra për borxhin e papaguar. I thosha vete se ishte thjesht miqësi, por brenda meje e dija që po luaja me zjarrin. Ajo u afrua emocionalisht, filloi të fliste për plane, për besim, për ndjesi që unë nuk kisha të drejtë i ushqeja. Sa më shumë shija sa e sinqert ishte ajo, aq më i rënd bëhej ndjenja e fajit dhe pesha e të gjitha asaj që po bëja. Hakmarrja ime, nëse mund të quhet kështu, nuk po godiste atë që më kishte borxh, por po dëmtonte dikë tjetër. Kur komshiu më telefonoi sërish për ta shtyrë pagesën, e kuptova se i gabuar ishte drejtimi që kisha marrë. Nuk ishte triumf, ishte zbrastësi. Vendosa të ndalem. I fola hapur asaj, i thash se kisha gabuar, se kisha lejuar afrimin pa qenë i ndershëm me qëllimet e mia. Ajo u lëndua shumë dhe me të drejtë. Borxhi u pagua më vonë, por kurrë nuk u ndjeva i fituar. Mësova se hakmarrja e vërtetë është të mbrosh dinjitetin tënd dhe jo ta ndërtosh mbi gabimin e tjetrit. Gjithashtu ndjenjat e njerëzve nuk janë monedhë këmbimi.